Vazhdo kryen e ushtrimit. Fiorita këtu në parkimin paralel midis mjeteve, shikojmë si ta kryej ushtrimin. Vendosja mjetit në pikë parkimit, duke parë në pasqyrë kraut djathtë, ndjek gomën e pasme, kur ai rri pranë piketës, në formë kompasi aty, se do rrotullohet mjeti. Ndalon mjetin këtu, kthe rrotat djathtës, i ngrenon marçin tjetër. Të jetë veprime ndalimin e parë të mjetit ose pikë parkimi. Kur mjeti rrotullohet, dhe në pasqyrë shoferit del piketa e mezit, imiton targën e automjetit kjo këtu. Ndalo mjetin dhe drejto gomës. Kjo është ndalimi 2. Ndalimi 3 dhe me mjetin mbrapa, vendos gomën e pasme të kraut majt mbi vijën e parkimit. Ndalo mjetin, kthe rrotat majtës. Këto janë veprimet ndalimin e 3. Pastaj ndjek në 3 pasqyrat lëvizjen e mjetit, mos cënohen vijet e pandërprera dhe piketat. E ndalon mjetin. Pastaj do e fusin në kuadrat duke kryer rrotat djathtës. Edhe du të raportoj kur të kryj parkimin ose drejtoj gomën. Shumë mirë keni kryer ushtrimin.